Nëse folëm ka shumë për historinë, nuk mund të mos provokoj në atë që unë e kam shumë për shef. Sidomos me njerëzit cilët kanë qenë në këto organizatat ilegale, me leniniste, marksiste. Me pyet për Ahmet Zogun. Si është Ahmet Zogun? Unë për Ahmet Zogun nuk është që kam njëri shumë të mëdhaja, e di që ka ardhur në pushtet, e di që ka ardhur dhe me mendimin e Jugoslave, e di që një pjesë të territorit të nuk është që pa Jugoslavu instalua në krye të Partisë Komuniste. Ti më pyete për Zogun, nuk pyete për Enver Hoxhën. Edhe nga filmat që shoh, pak nga dokumentarët, nga shoh që ka pas përpjekje për zhvillim. Ka ndodhur gjëra të mira edhe gjatë kohës Zogut. Unë se mbaj qëndrimin e Partisë Komuniste Shqipërisë, e cila Zogun e ka pas jarmek. Zogu menoj që ka pas punë që ka bërë të mira, ka pas punë që ka bërë të këqija, të këqijat i përmenda një pjesë të tyre. Sikur që edhe të Enver Hoxha ka punë që ka bërë të mirë, ka punë që ka bërë keq. Pra, historian të dashur me qenë real dhe me vlerësu real periudat, jo në bazë vlerësimeve politike që i bën dikush për periudën që është pushtet, sepse tash kur jem pushtet të vlerëson tjetrën si ti dëshirojmë, po i dashur me pas qëndrim neutral. Mendoj që s'është që ka pas shumë qëndrimi neutral. Edhe pse ka kështu përpjekje kohëve të fundit për me qenë. A nuk e ndërtoi shtetin e Shqipërisë Zogu? Ja, shtetin nëse Ismail Qemali e shpalli. Koha prej Ismail Qemalit deri në përfundim, deri në vitin 1939 kur Zogu e le Shqipërinë e ik, është një periudhë e cila Shqipëria s'ka fare stabilitet, qeverit bijnë e vinë, shkojnë e vinë. Kur vjen